Çdo javë shënoheshin aksidente duke marrë jetën e të burgosur. Ngjitur me kampin, siç edhe shikoni nga këto pamje, janë hapur varrezat e të burgosur. Në këtë varrezë që sot pas 18 vjetësh të rënies komunizmit nuk gjendet asnjë shenjë. E mbarosur për 45 vjet 3400. Ky është burgu më i madh ku kanë mvojtur të burgosur politik. Të vdekurit janë hedhur në gropa dhe janë mbuluar me ve, sikur të mos ishin njerëz. Familjarët kanë pritur pafund të marrin trupin për t'i bërë nderimet, por pa një shpresë. Ky është kufiri i rrethimit të gjithë kësaj plaje, pra gjithë kjo zonë, siç e shikoni nga pjesa poshtë, ku është dhe fillimi i posit, posi më i vjetër i minjerës Bulqizës, që shkon 1800 metra në thellësi poshtë qytetit Bulqizës, dhe deri në lartësinë lart të godina e fundit, në rreth me plajën e malit, është e rrethuar me tel me gjemba, dhe shenjat duken qartë. Por ajo që është më rënqese është se pikërisht vetëm pak hapa larg rrethimit janë varret e të burgosur politik. Dhe mendohet e gjithë kjo plaja, që nuk ka shenja, e gjithë kjo plaja është me varrezat e të burgosur politik. Nuk dihet me saktësi nëse pikërisht ky është vendi ku janë varrosur të burgosurit politik, të pa deklaruar, pra ata që janë humbur nga kjo minjerë, që nuk dihesh nëse janë transferuar në një burg tjetër apo janë varrosur pikërisht këtu. Por të burgosur politik kanë treguar se pikërisht në afërsi të kanalit të madh që ishte dhe kufiri që ndante zonën e lirë me zonën e burgosur, është bërë një grop e madhe ku janë varrosur të burgosurit. Edhe pasi regjimi komunist u rrëzua të afërmit nuk arritën të marrin në eshtrat e të afërme tyre, se gjurmat kanë humbur. Gjithsesi le të prejnë të qetë aty ku janë. Na mbetet të premtojmë se një ditë do të kenë emrin e tyre në memorialin e nderit si kundërshtar të komunizmit. Ky është vagoni që përdornin të burgosurit politik. Me gjithë peshën e kromit arrin në 1 ton e 200 kg. Imagjinoni se si i burgosuri sklavëroi duke e shtyrë 13 vagona në ditë, e më shumë, deri në 16 orë, pa ndërprerë punë e detyruar. Le ta shohim. Ja, kjo është një nga galerit ku të burgosurit kanë punuar për vite me radhë. Jo pak, 45 vjetë, deri në vitin 91 kur bie regjimi komunist. Kjo është një portë ndërtuar vonë në kohë moderne, por i ngjan tamam një portë e bukur. Dikur një të tillë ka patur. Imagjinoni në gjysmë lartësie të shtysh një vagon të tillë të mbushur plot, 1 ton e 200 kg peshë. I burgosuri politik e përdorte atë çdo ditë, her pas here. Kjo galeri është e gjatë 1800 metër në thellësi dhe pastaj vazhdon me fornel poshtë deri në nivelin e fundit që bie poshtë nivelit të qytetit. Përdoren kolonat e posit për të transportuar mineralin e kromit. Imagjinoni se në çfarë kushtesh kanë punuar e më pas torturuar. Ky vagon që po ne po shtyrim është një nga më normalet, më i vogël si më në galeri. Ishte privilegj ta përdorje këtë vagon, sepse të burgosurit
kishin një shumë më të rëndë se ky, që do ta shohim nga afër. Jemi në 7 vjetor në Bulqiz dhe sa ka nisur bora e parë në male. Temperatura shënon 3 gradë, imagjinoni i burgosuri politik që punonte në temperaturat -15 gradë, -10 gradë, me një vagon të tillë 2 ton. Pra gati 2 fishi i vagonit që ne sa po përdorëm në hyrje të galerisë. 14 të tillë ju dëshin një të burgosuri për të realizuar normën. E nëse ai nuk e realizonte, ndëshkoi duke mbajtur lidhur në qeli, zhveshur ose vdiste nga tërtorat dhe varrosej pikërisht në afërsi të kampit ku e deklaruam më parë që janë varret e të burgosurve. As nuk sot nuk ka asnjë shenjë, asgjë nuk duket. Dhe ne po e lëm Bulqizën për t'i lënë të prehen të burgosurit në këtë pllaj, në kujtim të tyre që të kenë një vend në histori, në memorialin që së shpejti besoj të ta kenë.